Shkues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Sonte do të flasim për dhënat personale të cilat shpërndahen dhe ruhen në forma të ndryshme nga rrjetet sociale e deri tek institucionet publike dhe private. Epoka digjitale tashmë ka kriju standardin e shpërndarjes së informacioneve tona personale, ndërsa sonte do të trajtojmë temën se çfarë ndodh kur një individ nuk dëshiron më që emri apo të dhënat e tij të ruhen apo përpunohen. Kjo situatë me lesh për mbrojtjen e dhënave personale njihet si e drejta për tu harruar, ndërsa edhe në Kosovë, qytetarët kanë të drejtë të bëjnë kërkesë për të dhënat e tyre personale. Në pjesën e dytë e emisionit do të ndeshni një reportazh të kolegu tim, Artan Hamiti, i cili ka trajtuar një denoncim të një qytetari në Ferizaj për dhunë fizike brenda stacionit policor në këtë qytet. Shkues të nderuar, jemi në epokën digjitale ku të dhënat personale të qytetarëve mund të shpërndahen dhe shpërndahen qoftë në rrjetet sociale, po qoftë edhe në institucione publike dhe private. Jemi këtu sonte me fol me Kushtrim Mustafën nga Agjencia për Informim dhe Privatësinë në lidhje me të mbrojtjen e dhënave personale si dhe përpunimin e të dhënave personale. Zotri Mustafa, fillimisht po du me nis me disa vendime të cilat Agjencia për Informim dhe Privatësi ka publiku e që është konstatu që disa platforma online kanë bërë shkelje të privatësisë ndaj qytetarëve. Çfarë dhënash janë shkel në këto raste? Agjencia për Informim dhe Privatësi në kuadër të detyrave dhe kompetencave të saj ka dhe trajtimin e ankesave të qytetarëve. Është e vërtetë që disa platforma online ose platforma fake kanë grumbulluar dhëna personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës, kinë me mundësinë e punësimit apo mundësi të ndryshme që ju kanë ofruar qytetarëve, dhe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë futur dhëna në ato platforma. Ne kemi planuar ankesa, por të pa që ato platforma janë platforma fake, ne në bashkëpunim me policinë e Kosovës, këtë rast policinë për krime kibernetike, kemi ngritur shqetësimet që ato platforma të mbyllen dhe ato dhëna personale t'ju kthehen qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mos të përdoren për qëllime për të cilat janë grumbulluar, që faktikisht edhe ne si institucion nuk kemi ditur qëllimin pse janë grumbulluar, por janë grumbulluar për mu përpunu për qëllime ndryshme të qytetarëve tonë të Republikës Kosovës, duke i grumbulluar dhona si emën, mbiemën, numër personal, fakultetin apo dhona ndryshme, që këtë qëllimi ka qenë që ato dhona më grumbullu dhe më përdor për qëllime ndryshme apo mund me thonë edhe qëllime kriminale. Kemi pa një rast tjetër ku një vendim që e kom pa është edhe një CV një aplikanti për punë, pra pse nuk munden me u publiku të dhëna personale e të aplikantëve pa pëlqimin e tyre? Në fakt, ligji për mbrojtje të dhënave personale i ka parimet e përpunimit të dhënave personale, e para parimi i ligjshmërisë, që çdo dhënë personale që publikohet duhet ta ketë një bazë ligjore. Vetë CV-ja është CV individuale jotja apo e jemja, dhe në atë CV ne kemi dhëna personale, emën, mbiemën, profesion, mosh, gjini, numër telefoni, email adres, dhe janë dhëna që na përkasin neve dhe të ati personi juridik i cili ka kërkuar që ne mu punësu në atë institucion qoftë publik dhe privat, dhe ato dhona duhet të ruhen dhe t'jenë konfidenciale. Në fakt, të institucionet publike, ligji për zyrtar publik dhe rregullorja e pranimit, e paraqet që vetëm personat cilët i plotësojnë kriteret dhonat e tyre të publikohen, po jo më shumë se emri mbi emri dhe për kandidatët fitues, sepse jo çdo kush aplikon, por pranohet 1, 2, 10, por nuk pranohen gjithë ata që kanë aplikuar për punë, dhe është shumë e rëndësishme që të kjo pjesë mos publikohen dhonat e tepërta, që individin mund me identifiku në njërë të drejt për drejt apo të tërthart, dhe mund me ndiku edhe në jetën e tij sociale, në formë të denigrimit, në formë të përbuzjes apo në formë të bullizimit, sepse unë si Kushtrim më apliku në 15 vendet punës, por nuk kam pas fatin të pranona, dhe pse dhonat e mia duhet më konë publike që nuk janë planuar qoftë në një institucion publik apo në një institucion privat. Falet më herët për platformat që kanë grumbullu të dhëna personale. Sa prej tyre janë mbyllë dhe çfarë lloji të dhënave kanë grumbullu? Në fakt,
ne jem të jetu në epokë digjitale. Është fakt në mënyrë të vazhdueshme që hapen të platforma. Në momentin që ne identifikojmë, po në momentin që ne kemi ankesa të qytetarëve, ne në bashkëpunim me institucionet kompetente, këtë rast siç e përmenda me Policinë e Kosovës, i ngritëm këto shqetësime dhe i mbyllëm këto platforma. Por, unë bëj thirrje të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që fillimisht mos t'japin dhonat tyre personale pa pas një adresë caktune, një qëllim caktune, sepse ndodh që një X institucioni për vetëm një numër apo një pikë apo një presi inrrohet në atë platformë. Apo na shpjegoni se mundeni qysh i kanë mbledh këto të dhëna personale, këto platforma? Çka kanë kërku kryesisht? Po, kryesisht në rrjetet sociale, Facebook, këto platforma kanë thonë, thirrja tyre ka qenë që ne ofrojmë punësim. Dhe ju jepni dhonat tuaj personale përmes një aplikacioni ku ne i kemi dhënë dhe i kemi plotësuar. Por që faktikisht ato kanë qenë komplet jo reale apo fake. Dhe në momentin që ne i kemi dhënë ato dhona, ata i kanë grumbulluar dhonat tona personale, por asnjëherë ty nuk të kanë përgjigj. Thjesht i ka marrë ty ato dhona dhe i ka përdorur për qëllime komplet tjera, ose qëllime, siç e përmenda, kriminale, ose qëllime për vjedhjet identitetit, apo që forma të ndryshme që e kanë pas atë qëllim. Momentin që Çka mundën për shembull dhënat personale me u përdor për çështje kriminale, në çfarë forme? Veprat penale, shantazh, hetim, ka shumë mënyra të keqpërdorimit dhënave personale që bëhen vetëm ti ofruar në rrjetet sociale, dhe është shumë e rëndësishme pra bëj thirrje që të jem shumë kujdesshëm që mos të ofrojmë dhonat tua personale, se në momentin kur ti ofron, kur ti jep, ndodh llogarinë bankare ti jep, atëherë e para puna thotë që ti ke dhënë me pëlqimin tënd, pavarësisht që dikush ty ta ka vjedhur identitetin, por që ti ke qenë në një formë i lajthitur që ato dhona mi dhënë për palë të treta, që nuk ka pas asnjë qëllim legjitim për mi grumbullu. A kanë pas pasoja njerëzit që i kanë dhënë këto dhëna personale? Në fakt ka pas pasoja, por që siç e specifikova në momentin kur ne kemi pranuar ankesa, kur ne kemi pranuar shqetësime të kësaj natyre, ne kemi ngrit këto dhe janë mbyll këto, por që nuk kemi alo një informacion që dikujna ju kanë marrë dhe ju kanë përdorur për një qëllim tjetër. Po platformat janë mbyll, po të dhënat që ngrumbulluar i keni marrë jo? Jo, dhënat faktikisht ato shkatërrohen, në momentin që mbyllen ato nuk mundin mu përdor për asnjë qëllim. A kanë mujt ata me i rujt në përbaza të tjera për shembull? Në fakt kanë mujt, por që policia në mënyrë të vazhdueshme ndoshta keni pa edhe nëpër media që këto raste i ndjek dhe ata persona që identifikohen ata vetëm arrestohen dhe konsiderohet edhe vepër penale. Është edhe një rast tjetër, për shembull, ka raste ndaj mediave kur kanë shpërnda numrat të telefonit, pse nuk guxon me u publiku për shembull një numër i telefonit të dikujt? Pa pëlqem them. Numri i telefonit është numër që unë përket vetë mua. Juve është një marrëdhënie kontraktale që ti ke me një operator të telefonisë mobile dhe ai numër është individual i yti. Kem raste për persona publik që numrat e tyre të telefonit i kanë të postuar në faqet e tyre të institucionit, ai numër është publik. Për arsye që ai vetë ka publikuar që çdo kush mund me kontaktu për raste të caktuara, por në momentin kur ato dhona nuk janë publike, ne nuk guxojmë që dhonat e një individi i cili telefonin e përdor komplet për qëllime personale, numri i tij i telefonit të vendoset në publik dhe çdo kush mund të ketë çështje, mund ta thirrë, mund ta ti dërgoj e-maila, SMS apo forma të ndryshme, dhe pse duhet ai numër më kon publik, për arsye që unë vetë si individ nuk e kam dhënë pëlqimin që ato dhona më publiku. A keni raste që i keni trajtuar? Kemi raste dhe jemi në fazën e trajtimit, ku kemi pranuar se këto lloj ankesa, jemi në fazën e trajtimit të 2 rasteve, dhe në momentin kur mirret vendimi, vendimet tona janë publike dhe kanë qasje palte jashtme. A kanë respektu ata që kanë publiku, për shembull, në këtë rast qoftë edhe mediat, a kanë respektu vendimin për me fshi numrin apo ato dhëna të cilat janë publiku?
Në fakt, e specifikova që vendimet tonë alo nuk ju kanë dërgu media, po ju kanë dërgu pyetjet pse janë publikuar ato dhona dhe ne kemi pranuar përgjigjet. Qoftë nëse është fytyrë publike apo jo publike, është interesi publik, janë thënë në interesin publik, po cili është interesi publik, mu publiku numri i telefonit atij personi dhe në këtë rast ne jemi në fazën e trajtimit, po momentin kur ne dërgojmë vendimet që ato dhona mu fshin apo mu shkatru nga ai apo më largun nga platformat, është fakt që deri më tani gjitha vendimet e agjencisë janë zbatuar. Çka ndodh nëse nuk zbatohen? Në fakt, në momentin që vendimet e agjencisë nuk zbatohen, faza parë është urdhërimi që ato dhona më largu, pastaj shkojmë me gjop. Agjencia ka kompetenca deri edhe në konfiskimin e pajisjeve cilat i publikojnë ato dhona. Por faza parë është urdhërimi, në momentin që brenda 15 ditë ai vendim nuk zbatohet, hapi i dytë është gjopa. Zotëri Mustafa, në bazë të ligjit njihet edhe aspekti e drejta për mu harru. Parashihet edhe me ligj, pse është e rëndësishme kjo për një qytetar? Në fakt, e drejta për të harruar është një drejtë e re që ka hyrë ligjin për mbrojtje të dhona personale, i cili ligj që vdeni është i harmonizuar në plot me regulativen e re të Bashkimit Evropian ose i njohur si GDPR-i, dhe është një drejtë që neve si qytetar na jep plot drejta. Nëse dikush me një fazë ka pas një rast caktun të një keqpërdorimi apo ka qenë i dënuar për një rast caktun, pse dhe gjitha obligimet konkretisht me shtet apo me atë kompani, qoftë publike apo private, i ka kry. Dhe pse emri ti, mbi emri ti, apo dhonat e ti personale duhet më konë publike në vefaqe. Dhe ne e dim shumë herë që po hyrën e Google, ti e shkruan emrin dhe mbi emrin tanë, ty mund me dal një vendim i vitit 2008, kur ti ki pas një rast të caktuar dhe është shumë e rëndësishme, është një drejtë. A do të thotë kjo që për shembull për rastet e korrupsionit mundet me ushi, duhet mu fshi? Në fakt, kodi procedurës penale paraqet se ato vendime sa duhet me qenë publike. Momentin që arrihet qëllimi, momentin që ai qytetar i ka kryer gjitha obligimet për shtet, është edhe drejtë e tij që ato dhona mu shkatru. Po kodi nuk e parashë shkatrimin apo fshirjen e këtyre dhonave? Në fakt, në momentin që ti nuk e parashe, është e drejtë e individit që më kërku që ato dhona tina mu largu në pi vefaqes të ati institucionit, që publik apo privat. Edhe të rastet e korrupsionit. Janë raste shumë publike, janë raste që edhe vendimet bëhen publike, por nëse kalon një fazë 10, 15, 20 vjetë, interesi publik, ai qytetar e ka drejtën e risocializimit dhe reintegrimit në shoqëri, është edhe lind edhe kjo drejtë e re që ka hyrë në ligjin për mbrojtjen e dhona personale që njihet si e drejta për të harruar. Po për shembull nëse një president është dënuar për korrupsion, ai duhet me hyrë në histori për shembull që është një president i korruptuar. Në fakt, kur flasim për figurat larta publike, ne e dim që edhe privatësia e tyre është, mos më thonë, është shumë e vogël apo mos thonë që nuk kanë privatësi, dhe të figurat e larta publike, këtë rast edhe kjo e drejtë nuk garantohet, por garantohet për çdo qytetar i cili ne e përmendëm në fillim të emisionit të aplikant për punë, të punësimit, nëse ti nuk je i punësuar në këtë institucion, vendimi jëtë ti pas 10 vite ki përfundu punën në atë institucion, kete ki një jetë komplet të re, vendimi jëtë është publik, ndërsa ligje paraqet që 3 vjetë pas përfundimit marrëdhënies punës, ato vendime mu heq nga vefaqja. Kjo është pikërisht kjo drejtë, por kur flasim të figurat larta publike, edhe privatësia të ta është, më me thonë, shumë e vogël. Në cilat raste për shembull nuk realizohet kërkesa e të drejtës për të harruar? Në fakt, e drejta për të harruar, ne si shoqëri faktikisht kemi shumë numër të vogël të ankesave, ndoshta më me thonë as 10 nuk janë, por që A nuk din që ekziston kjo apo? Në fakt, në vitin e fundit ka fillu më ngrit një vedije e kësaj çështje. Kemë raste kur një qoftë person publik apo jo publik i cili ka fituar nga një e drejtë shtetërore, por që i ka kryer gjitha obligimet shtetërore, ka kërkuar që dhonat e tij mu heq nga vefaqja e institucionit. Por kur nuk lind kjo e drejtë,
e përmenet rastin kur bëjmë me figura të larta publike, apo kur vetë ligji nuk e paraqet që ato dhona tua më fshin. Apo nëse ti je në një ki fitu një drejt tonë dhe ligji e paraqet që ato dhona më rujt në faqe të jenë publike 5 vite, 10 vite, apo te rasti i subvencionimit ku ndodh te qoftë personave fizik, se ligji për mbrojtje të dhona personale trajton vetëm dhonën personale të personave fizik kur përfitojnë nga interesi publik, dhe ti nuk mundesh me thonë që dhonat e mia më shkatru sepse unë kum përfitu dhe i kum kryer obligimet, nëse një ligj speciale paraqet që ato dhona duhet jenë në faqe të atij institucionit 10-15 apo varësisht për sa paraqet ligj. Qysh duhet me ndjek qytetarët, çka duhet me para se me bë kërkesë? E para punës vetë qytetarëve, drejta tyre fillimisht lind tek ai kontrollues apo përpunues i cili ja ka publikuar ato dhona. Ne si qytetar na lindet drejta që fillimisht mi kërku vetë institucionet, qoftë publik apo privat, që dhonat tona personale të largohen. Momentin kur ai kontrollues nuk ndërmerr asnjë veprim, lind e drejta ankesës në Agjenci për Informim dhe Privatësi. Ankesa është shumë e lirë. Mundet me një email e ka formularin e ankesave në faqet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, apo mundet edhe vetë fizikisht me ardhe me bë ankesën. Sa është realisht e mundur kjo? Tu e pas parasysh gjithçka arkivohet online. Sa ka kapacitete agjencia me i trajtu? Në fakt, Agjencia për Informim dhe Privatësi është e vërtet që ka një numër shumë të kufizuar stafit për trajtimin e ankesave. Por në momentin kur ne kemi pranuar ankesat, është një fakt që gjitha ankesat janë trajtuar në kuadër të rregullatives ligjore, në kuadër të afateve që parashihen, dhe në momentin kur ne kemi pranuar ankesa e para punës, siç e specifikove, e para punës shihet baza ligjore e asaj ankesës, vetë qytetarja ka pas drejt me bë ankesë, dhe e dyta është që në momentin kur ne trajtojmë brenda e shtjellojmë atë ankesë, në momentin që qytetari ka pas drejt, ai subjekti i dhonave, ne i kryejmë inspektime dhe kontrolle te ai kontrollues qoftë publik apo privat, dhe qytetarit duhet t'i realizohet e drejta. Kur ju e jepni një vendim, kush e implementon mandej atë? Vendimet tona janë vendime ekzekutive. Pala ka drejt me bë ankesë në gjykatën administrative, vetëm në procesin e vendimarrjes ne vetë ekzekutojmë vendimet, dhe siç e specifikova edhe në fillim, gjitha vendimet e Agjencisë për Informim Privatësi në kuadër të Departamentit Mbrojtjes ku sot jemi duke biseduar, deri më tani janë zbatuar. Po në rast se ju e merrni vendimin ja dërgonin qytetarit, qytetari ku ka me dërgu qatë vendim? Te cila platformë? Google? Në fakt, rasti Google është edhe rasti pikërisht kjo drejt kur ka lind, është rasti i një qytetari spanjoll, i cili ka kërkuar nga Google që dhonat e tij më largu. Në momentin e para e punës është më drejtu atij institucioni i cili i ka publikuar ato dhona në faqen e vet. Në momentin kur ato dhona largohen pi linkut të atij institucioni e hek përgjegjësinë. Në momentin kur prapë ti vendos emrin tënd në Google dhe Google-i nuk e largon, ne na lindet drejta që direkt mi shkruaj Google-it që ato dhona të atij individi mu largun nga platforma. Domethënë, është një farë lloj bashkëpunimi i zinxhirit që duhet me funksionu. Po, por e para punës vetë institucioni i cili ka publikuar ato dhona, tek e drejta për të harruar, ai institucion mi largu linqet nga faqja e tyre, në momentin që largohen, institucioni thjesht e kryen obligimin e vet, por që Google-i në momentin kur ka ndonjë link që ndërlidhet, Google-i duhet të ndërmerr veprimet. A ka të drejta qytetari me bo padi, për shembull, për përpunim të dhënave në mënyrë të kundërligjshme? E para punës qytetari ka drejt me bë ankesë në agjenci. Në momentin kur trajtohet ankesa, lind edhe drejta për kompensim të dëmit në gjykatë. Dhe nuk e di momentin kur agjencia konstaton që dhonat personale të qytetarëve janë shkelur dhe merr një vendim
sankcionos, qoftë urdhërues, qoftë ndalues apo me shqiptim gjobës, qytetarit i lind e drejta pastaj për kompenzim dëmit që ju kanë shkaktuar gjatë publikimit të dhënave personale. Për shembull, po marrim një rast. Një media e ka publiku emrin e një dëshmitari. Qysh duhet ose qysh kanë procedura për me fshi atë pjesë? Në fakt, në momentin kur media e publikon dhënat personale të atij dëshmitari, e para punës vetë subjektit dhënave, ai dëshmitar duhet me kërku që dhënat e tij mu largun nga media. E para punës është që qytetari më drejtu medias me shkrim, dhe media në momentin kur nuk e zbaton kërkesën e qytetarit, atëherë i lind e drejta e ankesës në Agjenci për Informim dhe Privatësi. Domethënë kjo është procedurë, nuk mundeni me nis vetë ose me marrë një informacion paraprakisht edhe ju si zyrë dhe me nis trajtimin ex office. Po, Agjencia për Informim dhe Privatësi ka dy mënyra të ankesave. Ka inspektimet sipas detyrës zyrtare, të cilat bën me një plan të inspektimeve dhe inspektimet sipas ankesës. Për momentin e parë na që marrim informacione për keqpërdorimin e dhënave personale apo kur ka publikime të dhënave personale të qytetarëve tonë në platforma të ndryshme, qoftë publike apo private, neve na linde drejta që ato inspektime mi realizu ex officio apo inspektime sipas detyrës zyrtare, qoftë që me paralajmërim apo hiç nuk e lajmërojmë institucionin që kemi realizuar një inspektim. Zoti Mustafa, tash e kemi edhe rritjen e përdorimit të inteligjencës artificiale, rrjeteve sociale, platformave digjitale, që shërun Agjencia për Informim dhe Privatësi balancën mes lirisë së shprehjes edhe të drejtës për privatësi. Agjencia për Informim dhe Privatësi, vetë fakti që sot jem të jetu në një epokë digjitale, ku inteligjenca artificiale neve nda grumbullon dhona që na vetë me pëlqimin tonë i japëm ato dhona deri shkon në profilizimin e qytetarëve, është një drejt. Balancimi këtynve dy drejtave ndodh sepse ne kemi në zbatim dy ligjet. Ligjin për çastjen dokumente publike dhe ligjin për mbrojtje të dhënave personale. Është një vije holl i cili don të dy ligjet, çka është interes publik dhe çka është privatësi. Dhe në këtë rast ne kemi një numër të madh të ankesave në çastjen dokumente publike dhe mbrojtje të dhënave personale, por që faktikisht ne mundohemi në mënyrë sa ma ligjore, sa ma profesionale që mi ndo këto dy vija. Në platformat e institucioneve publike, a ka shumë të dhëna të cilat janë përpunu ndër vite? Në fakt, në platformat e institucione publike, ndoshta i keni pa dhe vendimet e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, kryesisht në fazat e para kanë qenë për institucionet publike, ka qenë një lloj ndërgjegjësimi që institucionet publike mos publikojnë dhëna personale pa bazë ligjore, mos grumbullojnë dhëna personale pa një qëllim caktuar dhe legjitim, dhe në këtë fazë kemë arrit që edhe te zhvillimi komplet sistemeve ne si agjenci të japim mendimet tona, çfarë dhëna grumbullohen, si grumbullohen dhe mosat e duhura të sigurisë. Faza finale që ne po grumbullojmë dhëna personale, sepse për ato duhet ka një bazë ligjore, një legitimitet, por qëllimi kryesor është që ato platforma që i grumbullojnë kenë mosa të duhura të sigurisë për mbrojtje të dhënave personale, të certifikuara me standardet më të larta të sigurisë apo ISO standarde. Çfarë dhëna kanë publikuar institucione të cilat nuk është dashur me i publiku? Ne kemi pas shumë institucione që kanë publikuar dhëna personale pa një bazë ligjore. Ka qenë shumë që kanë publikuar numër personal të vetë subjekteve të dhënave, ka pas dhëna personale që kanë publikuar edhe dhëna shëndetësore si dhona me gjendjen shëndetësore, me plotësisë të rimburshimit, ka pas dhona të institucioneve që kanë publikuar edhe numër personal, edhe numër të llogarisë bankare, edhe në momentin kur ne kemi kësi lloj shkelje nuk ka mos tjetër përpas shqiptimit të gjobave. Përmes sharu për qytetar, për publikun, pse numri personal, po edhe numri i xhirollogarisë për shembull, konsiderohen si të dhëna personale? Numri personal dhe numri i xhirollogarisë bankare është numër unik, i cili subjektin e dhënave identifikon pikërisht ai, sepse numri personal është unik,
qoftë për mua, qoftë për ty, sepse me ato kem lind, me atë numër personal dhe me ato gjithë jetën deri në vdekje do të jetojmë dhe është i pandryshueshëm. Vetë marrja e numrit personal ty ta jep mundësinë që me atë numër personal më qas në shumë sisteme, apo numri llogarisë bankare ku ne kem shumë raste, shumë ankesa qytetarëve kur edhe ju kanë vjedh edhe mjete monetare përmes llogarisë bankare dhe janë numra unik që identifikojnë individin në mënyrë të drejtë për drejtë dhe i takojnë vetëm atij personi. Kemi raste për shembull ku edhe institucionet e sigurisë kanë publiku dhëna të tilla. Në fakt edhe institucionet e sigurisë është ligji për mbrojtje të dhënave personale kur ka hyrë në fuqi e para punës nëse si institucion që kena ndërmarr fushata ndërgjegjësuese, qoftë për ligjin për mbrojtje të dhënave personale, por edhe mandatin tjetër që kemi ligjin për qasjen e dokumente publike. Dhe është e vërtetë që edhe institucionet, qoftë të sigurisë, kanë publikuar dhëna për momentin kur ne kemi pranuar ankesa apo kur kemi pranuar njoftima apo kur vetë si institucion kur bëjmë inspektime ex officio në për vetëfaqe të ndryshme, kemi pa që ka rrjedhje dhënave, ne kemi marrë veprime dhe kemi urdhëruar që ato dhëna më largu dhe normal që mosa tjetër ka qenë shqiptimi i gjopës. Qysh me vepru zotëri Mustafa në rastet ku policia për shembull i shpalos dhënat, fotografinë e personave të kërkuar me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të tij? Në fakt, ne me Policinë e Kosovës kemi një memorandum bashkëpunimi dhe këtë memorandum jem të në mënyrë të vazhdueshme të rrit, është Policia e Kosovës ato dhëna i publikon me urdhër të prokurorit, por që në takimet që jem të i marrë, sepse thirrën në bazë ligjore, sepse është interes i publikut, por që duhet që ato dhëna mu publiku në mënyrë sa më të vogël. Po, ata nuk po kërkojnë masnej, që ata qytetarë nuk po kërkojnë masnej me ufshi që ato dhëna, policia që ato dhëna. Faktikisht ata i publikojnë, po nuk i fshin më pas. Po, faktikisht pikërisht kjo e drejtë si që specifikuar drejta për të harruar jo lind aty me qytetarëve, por që ne me Policinë e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme edhe me Prokurorinë e Kosovës jem tu bisedu që këto dhëna më publiku në mënyrë sa më pak, sepse ata qytetarë në mënyrë të drejtë për drejtë apo në mënyrë të tërthart jo ndikon në jetën e tyre, sepse presumimi për fajësisë është deri në momentin e vendimit të gjykatës. E çka mund me bëu në këtë rast qytetarë që ju kanë publiku këto dhëna nga ana e policisë? Fotografia, emri, mbiemri, vendi ku ka lind. Faktikisht ata qytetarë, këtë rast prokuroria e shtetit bashkëpunim me policinë thirrën në interesin publik, për shkak që ata qytetarë nuk mund të thjesht institucionet nuk kanë mund t'i kapin dhe lypet interesi publikut, por është fakt që ka shumë dhëna që janë të publiku, qoftë edhe për raste shumë të vogla minore që Policia e Kosovës i publikon. E drejta aty në qytetarëve, nëse mendojnë që ju kanë keq përdorur dhënat e tyre personale, edhe lindë drejta për ankesë në Agjenci për Informim dhe Privatësi. Për sa kohë e trajtoni një ankesë tillë? Faktikisht Agjencia për Informim dhe Privatësi në kuadër të trajtimit të ankesave për mbrojtje të dhënave personale, maksimumi është 13 ditë trajtimi një ankese, por që kryesisht trajtohet në një fazë shumë më shkurtër. A duhet me konë një rest për me dërgu ankesë apo? Jo, çdo kush i cili mendon që ju kanë keq përdorur dhënat e tij mund të bëjë ankesë për vete. Edhe mund vetëm me një paragraf mund të shkruaj, por që normal që duhet edhe të bashkangjet një lloj dëshmie që ato dhëna ju kanë keq përdorur. Por që çdo kujna i lindë drejta qoftë në mënyrë përmes platformës, faqes të Agjencisë për Informim dhe Privatësi, por edhe nëse nuk mund marrë në zyrat të Agjencisë për Informim dhe Privatësi me bë ankesën. Por kryesisht ankesat janë online. Në diskursin publik, për shembull, ka shumë raste të cilat përmenden se janë shpërndar të dhënat personale të qytetarëve, por në anën tjetër ka pak ankesa, pak vendime. Në fakt, Agjencia për Informim dhe Privatësi është hapin e parë unë e specifikova ndërgjegjësimi. Në mënyrë të vazhdueshme marrim trajnime për qytetarë, qoftë të institucione publike, qoftë të kontrolluesve privat, qoftë të bizneseve, por me student. Kjo është fokusi jonë që
sa më shumë t'i njohim ata me drejtat e tyre që numri i ankesave më rrit. Është një fat i mirë që në çdo vit numri i ankesave është duke shkuar, duke rritur, por që ne në mënyrë të vazhdueshme bëjmë inspektime, thash edhe sipas detyrës zyrtare, po kemi edhe inspektime sipas ankesës dhe numri i inspektimeve në raportet tona që i bëjmë çdo vit thjesht ka një rritje kogje të mirë dhe faktikisht agjencia vetëm vitin e kaluar ka mbi 300 vendime që i ka marrë sa i përket mbrojtjes dhënave personale. Me vendimet të cilat i keni marrë, jo, është kriju një farë lloj standardi, pa po zbatohet ky standard qoftë në media, apo platforma, apo institucione publike dhe private? Në fakt, agjencia për informim dhe privatësi përsëritet si shpesh është e antarësuar në gjitha mekanizmat thuajse ndërkombëtar sa i përket mbrojtjes dhënave personale. Dhe ne në praktikat që i morëm në vendime, ne kryesisht morëm edhe praktika evropiane për mbrojtje dhënave personale, qoftë edhe gjykatës evropiane drejt e njerëzit, po edhe të autoriteteve si motra që funksionojnë kudo në Evropë. Dhe kemë ngritni një lloj praktike që gjitha vendimet të jenë për rastet e njëjta, normal që duhet me qenë vendimet e njëjta, por që e thash dhe përsëris deri me tani vendimet e agjencisë janë zbatuar. Zotëri Musamba, më herët e përmendet faktin që policia shpesh publikon të dhëna personale, po më intereson me ditë çka për qytetarët që bizneset për shembull po publikojnë fotografitë apo video incizime ku shihen ata dhe i akuzojnë për hajni për shembull. Sepse përmendet edhe ndërgjegjësimin edhe për bizneset në këtë rast. Në fakt, çdo kush i cili publikon dhëna personale, nëse dikush ka një dyshim bazuar që një person, një qytetar, i ka keq përdorur, ka ble qoftë edhe në procesin e vjedhjes që specifikove janë institucionet përkatëse të zbatimit ligjit. Polici, gjykatë, prokurori që duhet me ndjek ata qytetarë dhe ato incizime, këtë rast video kamerat të cilat i kanë vendosur tek lokalet e tyre, ka një qëllim, e ka sigurinë dhe e ka pasurinë. Dhe në momentin kur duhet me i publiku apo me i dërguar te institucionet? Absolut nuk duhet të publikohet, për arsye që ai qytetar i cili ka keq përdorur duhet ta marrë vendimin e merituar nga institucionet, por ai qytetar nuk duhet ta marrë vendimin nga publiku dhe në fazën e denigrimit, bullizimit, sepse jeta e tij personale është personale, nëse ka keq përdorur një ligj, ai duhet ta vuajë dënim, por jo që çdo gjë të bëhet publike dhe jeta e qytetarit thjesht është shumë më nuk është më publike, po nuk është më private, po gjithçka është publike dhe normal që nga e lindja deri deke ato incizime është shumë problem u hek edhe siç e specifikuam më herët edhe nga platformat online të cilat dalin. Kemi raste për shembull zotëri Mustafa kur përmenden edhe sëmundjet shëndetësore të personave, gjoja për humanizëm. Çka ndodh me këto raste? Në fakt shumë ne e dim mënyrë të vazhdueshme që kemi publikime dhëna të këtyre qytetarëve, ndodh që vetë familjarët e tyre kërkojnë ndihmë, i bojnë vetë publik ato në momentin kur publikohen nga vetë qytetarët. Flasim për këtë pjesën tjetër, jo ato të cilat bëhen publike nga vetë familjet ose nga vetë qytetarët të cilët janë të prekur. Për këtë shtresën tjetër cilat i marrin të dhënat personale shëndetësore të personave dhe gjëja në kuadër të humanizmit arrin edhe i publikojnë këto dhëna. Në fakt askush nuk guxon me publiku dhëna personale pa ja dhënë dikush pëlqimin. Në momentin që ti merr, ti duhet me pas pëlqimin dhe pëlqimi kur të mirret duhet më kon edhe dokumentuar. Nëse dikujt ju kanë marrë dhënat dhe kur flasim për dhëna të ndjeshme ligji për mbrojtje të dhënave personale i klasifikon dhe i trajton në mënyrë të veçantë, në momentin kur ato dhëna janë bërë publike pa dhënë pëlqimin, kur institucioni kur ai organizat nuk mund të dokumentoj që e ka marrë pëlqimin me shkrim të atij qytetari, atëherë i lindet drejta mu anku në agjenci dhe na normal që e trajtojmë ata ankesë kogje me seriozitet për arsye se kemi bërë me dhëna shëndetësore. Zotëri Mustafa, faleminderit shumë për Faleminderit e juve për ftesë. Shikues të nderuar, ashtu siç edhe paralajmëruam, ndiqni në pjesën e dytë edhe hulumtimin e kolegut e Martën Hamiti në lidhje me një denoncim të një qytetari për dhunë fizike brenda stacionit policor në Ferisaj. Shikues të nderuar, java që po e lëm pas pati një seri skandalesh në policinë e Kosovës.
dy vepror të lartë të policisë u suspenduan për shkak se u përfshin në një aferë ku u liruan një biznismen nga Peja. Një nën kolonel dhe një toger u suspenduan e më pas edhe u paraburgosen për këtë aferë. Edhe në zona tjera të vendit pati disa incidente ku policët të i kaluan kompetencat e tyre gjatë punës. Disa suspendime të tjera ndodhen për shkak të dhunës dhe brutalitetit policor. Gjatë muajit qershor në kallzo.com kemi raportu për disa raste ku policët e Kosovës janë përfshirë në veprime të dyshimta dhe në afera të keqpërdorimeve. Pas publikimit të hulumtimit për eprorët policor të Pejës në kallzo.com kemi marrë një denoncim tjetër mjaft serioz. Dardani, 38 vjeçar nga Ferizaj, pretendon se është goditur nga një polic brenda stacionit të policisë. Sipas ligjit, policia nuk guzon të ra askënd, të paktën jo qytetarë që nuk rezistojnë dhe nuk paraqesin rrezik për sigurinë. Të jemi të qartë shikues të nderuar, Dardani nuk ishte shku në stacion si i dyshuar dhe nuk ishte i arrestuar. Ai kishte shkuar në stacion për të raportuar një sjellje të një polici tjetër të Kosovës. Por, sipas dëshmisë së Dardanit, ai doli nga stacioni i goditur me shuplak nga një zyrtar i policisë. Une me të 23-in gjashtin, qëti muhi, para dedetve, ka po gruja ndeshja një më konë fjetë në gjëmë medial. U konë ora 4:02 minuta. Kër më thiri gruja, tha hajde, tha se këmë bo ndeshje, shkova të venin gjarës, fshatin Lëshkabari. Lojza, më falë, në Lojza, drejtem qtimes. Kër shkova atë, ke kitë në regull. Edhe policët kër erdhen venin e ngjarjes, o konë ketë në regull. Mu vrasi që në vra, po o konë që të mirë. Tani e tu si policisë më tha, merë veturën edhe shkon një në spital, për spitalit vini në stacion. Të shku për spital të FSK-ja të rejthi atë, më mnoli një fare polici me edhe tha me ka një rejth. Thash o zëtë një, thash e kam grua në spital, thash me kërka nuk i më rejth. Thash nësë jam një gjallë që rejna, jam bobi 2 fëmijëve, lem rahat. Janë nisi të mbërtit, mos levezu sjell pak si keq me mu. Qysht ka bërtit? Çat ka thonë? Rrej që to mos levez të ta verifikojna me ka një rrej, thash. O me kërkan që më rrej zëtë një, e kam gruën keq. Ka dhimt me ambulant ka shku në spital. A kej polici në patrol? Në patrol. Apo qysht ndali? A pat në arsye pse të ndali? Kur far arsye, heq që më dul për para. A ke me radar, a ke me diçka? Pa radar heq, veç mi hopi durt para kerrit edhe më dul për para. Edhe më bërtiti që rreqeto, mos lëvez, unë i thash jam duna me shku, jam mos lëvez, verifikohet thash që u bani ndeshje, jam të shku te gruaja, të lutem. Edhe thash mos u mbërtet. Tani tha hec, tha hop. Merr dhran, edhe isha në stres dirus. Kur shkova në spital, e poshtë që është mirë, masa të i të thirën një nëndyshin, thash lidhme me shefin e ndërimit. Mos jam lidhi me shefin e ndërimit, i thash zëtri, thash kam një ankesë. Tha prit veç pak se i shkon togeri serb. Edhe ma dha një policë në telefon. Dhe i tregova qysh është puna të ka puna, thash du me bo ankesë, se kja nuk është e drejtë. Edhe thash, ka me pas pasoja për që të punë që më pengajnë që si rastin ditet më të fështirat minja. Thash pasoja ligjore. Jo kështu me kërcënua nëjsa. Kore për atyjit e mora gruan e qova tani të policia e Frejzajt, deshti me dhënë deklarat, thanë jo hajde nesër. Keto kese, policu s'jel ka gjamir. Tani ma boni rështeri, tha ktheu të e bojnë allaf. Tha shpeqaj gruan edhe kthejna. Dardani flet për një ngjarje e cila është mjaft shqetësuese. Ai në dëshminë e tij ka fotografitë të cilat i ka shkrepur pasi ka dalë nga stacioni i policisë, e po ashtu ka një raport mjekësor të cilin e ka marrë pasi është trajtuar tek mjeku. Në stacion ku ndodhi ngjarja, kishte edhe policë të tjerë, por askush nuk u mor me kërkesën për llogari ndaj zyrtarit, i cili pretendohet se ushtoi dhunë. Sipas ligjit, nëse një policë është dëshmitar i një rasti të dhunës ndaj një qytetari, ai duhet të raportojë atë dhe të ndërmarrë masa për ta parandaluar. Në këtë situatë, kolegët që e pan dhunën do duheshin të hapnin rast në IPK. Mirë po kjo nuk ndodhi. Dardani u obligua që personalisht ta denoncoj rastin në IPK.
Shkova në atë, thash, zëtni, thash, qështo, thash, du me bë ankesë, ta hinë me një dhëmë, hina me një dhëmë. Brenda stacionit? Brenda stacionit më shtenën në fund, edhe poshtë që diçka s'është puna mire, shlova telefonin një gjëzim, se pak si nervas kënë. Edhe më shtenën me një dhëmë, kur erdhën dhe hetus, njona police, emrin e hetusit nuk e di. Edhe një polic qëtër kënë. Në 4 polic kënë. Kur janë nisi aja me vetë shpëshka ke orë, te ke orë, që polici i tregova që qështu më ka ndodhër. A është e drejt ke punë. Kur e ki gruën në spital, qikin e vogël që u kom kërë me tho, unë e thash si prend, thash jam në shtres, thash. Edhe aj mu më ka pengu në qëtë pika. Tani erë një qaj hetusi e ma boni, tha, o majmon, kujna po dëti mi qilë rast. Unë e fe që kisha telefonin në gjep. Thash, zëtri, thash, jam të full me ty të rina me respekt. Ma boni, tha, kriminal policaj, gjëmënesht. Thash, më s'ma najgore me mu, thash, se s'ko mordën, thash, me bajgore. Tha, po dhjera Marion. Thash, zëtni, merë në gjokin, bane testin, nuk jam i Marionës. Thash, më ka ndodhë një tragedi që si cili prend në gjumë i shtresu. Kja është njërzore. Tha, shprazi gjepat, thash, ju pse, tha, rështer arrestim, mu më arrestu. Thash, për shka mu më arrestu kanusjet policit. Thash, për shka pas në kanusën, thash, nëse ti mu më shtim bërg për një vepër që se kom bon, ose pa fajshë mund pa diti për vjedhet liris. Tha, shumë për di që sani, tha, që ti kejt shakin gjepa. Edhe i qita shakam gjepa, po telefonin në qëzem. Edhe ma më shaj flakaresh. Ma më shaj ka gjasi fartë. Kush të ka godit? Qaj hetusi. Tani dull të rështeri, tha, rështer, tha, shefe, tha, shkau të bonke, që ka në gjithë është dhe për penale. Aty në dhomë, kush ka qenë prezent kur të ka godit hetusi? Rështeri, a i hetusi qeter, edhe që edhe aja më ka kërcnu masanej. Qështë ka godit me shuplak, me grusht? Më ka vyt ngatë dhe më kam shu, bam shuplak. Dhe me thonë pe gjysë metre distancë. Tha ketë myti, tha, me bo me qëtin të orë. Kjo po pretendoni që ka ndodhë pasi ata e kanë vërejt që ju jeni duke gjiru? Po. Tani, hini të gjeri mrena, që u afru më nga, se të dera ke kërë më më shaj shapu. U afru të dera, tha, s'ke bo mirë, tha që ke në gjizu sa u vej për penali. Tha, shak që po ndodhin shumë sene në Ferezaj, që shtë në taj pëlletëve që po më sjedhën keq, me qytetarë të shone, për sigurit e më veç në zonë, kom qitë me në gjizu. Tha, shkërkaj folje nësë është vej për penali, po, unë e vetin do në me mbrojt dhe qysh, se pa drejta janë nisi pjatë pifës e kësë dhe jeri në stacion. E ma herët a e ke njofti këtë policin që të kanë dalë këtu të kazena? Po, sa herë se një herë e kom pas një rast të vogël edhe ju më manku për një policë, se që atë zahër më ka marrin aute. Ka mundësi. Pra ke pas edhe rastet të tjera kur janë ku në policinë në Ferizaj? Po, se më kanë zahëbot sa herë policia Ferizaj, gjithë më kanë mundës. Gjithë sa herë më kanë zahëbot. Me shikime, me vepra. Edhe tani në malesh që unë anë këna, nuk e doraj, se kur t'jam drejtë zotit, pse po më ucëv da. Që kja është. Edhe që ka ndodhë pastaj po thu që të ka godit hetusi, të ka godit me shuplak, so herë të ka godit? 3 herë më ka godit shuplak. Po një herë më ka godit që atë kërë më ka diktu që e këmë në gjizu, 2 të nërë për më javdhën kodin e telefonit. Edhe unë e mora frikë. Edhe ja dhash kodin e telefonit, edhe kanë hi ketë senet mi kanë fshin, në gjizimet e ke. Edhe më kanë shti me në nëshkru një letër që unë e tërhekna prej ankesës të ati policit. Me njëherë për aty të këmë thirë inspektoriatin, këmë shku të mjeku në spital, këmë bo raport mjekësor që ja ka me veti, dhe e këmë thonë ati të inspektoriatit që është për rajonin Ferizaj, apo takohem që tash, a qysh për ja bojmë, tash se policia tash më kanë godit. Tha vi nesër në 10 ora, më thirë në telefon. Kur
Kur e kom thirrë në 10 ora në telefon, i na taku në 13 ora në stacionin policor të Ferizajit. Një ditë pasi Me ngjarjes. 24. Kur shkova një ora në stacion policor të Ferizajit, i shkon qajetusi me një polic qeter, edhe thanë hajde nalt, hypa nalt, më shtënën me një dhomë, edhe është deklaratën që shka ndodhë, edhe ma boni, thash shumë tha po ki problem, tha ti me polic. Zyrtari i IPK-s. Thash zotëri, thash pa drejta, thash në si dëraj. Keq si baj kërkuj, një fukaro më koni një maj, ama pa drejtat nuk i dëraj. S'ka pos drejta, i thash më godit më shuplak, s'kan pos drejt më kërcnu. Edhe leje më arrestu, më ngjitë senet që si kam, që e kum ka njës polici. Edhe ja kum kallzu kejtë senet. Në fund, tha, shkën shpe, të lajmëraj. Kur e thira në ora 17:05 minuta, hetusin e IPK-s, ma boni tha, pete prejshë ti. Tha shka po më thirë tha 100 herë me këtë telefonata. Tha zëtëri, tha që jam pole dëmtume, që nuk ka mo argument kja pun, edhe te si hetusi IPK-s, më falë, pa ma ban pete pranë. Që kë rosti i djehit, që kë mu e më ka par djehit, më falë, më ka që me thonë non-stop as nautën së më pa flaj, qatë që më ka ku guxo polici zyrtar më mshu qytetare. Edhe ku ka drejtësi këtu më thonë edhe ai për pse po më thjerë. Ku i në ato jetu shka puna, pse kështu? A është e drejtë një prind që ban dikush ndeshje, gruaja time që ikët vetë, edhe je i marakës, ban vakisi cilit njëri i truni nuk di shka me bo, është një stres të madh. Mos ka ndodhë dhe një lëndim i randa në ajsen, edhe tani plus me bo hajgare që shto policia, dhe plus me të rej. Kjo është e pa legjore, mos menimit të. E që është janë ligjet në Kosovë, nuk e di. Veç e drejt nuk është. Po kthejmë edhe njerë të qajo dita kur po thu që ju kanë fut në një dhomë. Sa ora ka qenë për afërsisht, a manin mend dhe sa keni qëndru aty brenda? Për orës 19:02 minuta deri 19:40, te kom dalë për aty. Qëtë periodë, 40 minuta, sakt. A ju kanë vetë ata diçka rreth aksidentit të Korgjanic. grus, apo veç konkretisht me këtë policin që të kanë dalë? Konkretisht veç me për këtë policin që më kanë dalë, kurse ai polici që ka pas rastin në aksidentit, ata janë sjellë shumë mirë. Edhe alo janë to sjellë mirë. Të me thonë, unë për thamë shka është. S'ka bajt në tasht aksidenti me qëtë rastin të. Po edhe lidhet me këto se qashtu o kap. Më full se dhe me avokatën, ma boni tha Dardan, tha mësi s'ki më fakte veç atë fotografin të mjekut, tha ruje, tha se shka s'ka, mujnë me thonë që janë ka bohin gjym, janë ajsen, kja nuk është e vërtet. Nëse thëjmë. 38 vjeçari nga Ferizaj denonson edhe publikisht ngjarjen që ndodhi në stacionin e policisë në Ferizaj. Ai pretendon që u godit 3 herë me shuplak, ndërsa zyrtari që pretendohet se e kreu aktin vazhdon të punoj. Kemi kërku llogarin nga policia e Kosovës për këtë ngjarje. Policia e Ferizajt nuk ka pranuar me dalë para kamerës edhe me sqaruar situatën. Të vetëm përgjigje, ata na e kanë dhënë me shkrim dhe aty kanë konfirmuar se çështja është duke u hetuar nga IPK-ja. Stacioni policor në Ferizaj është njoftuar lidhur me pretendimet e paraqitura nga ankuesi. Lidhur me këtë çështje është informuar edhe Inspektorati Policor i Kosovës dhe me datë 24 qershor 2025, rreth orës 13:30, ankuesi është intervistuar nga hetuesit e IPK-s në stacionin policor në Ferizaj. Aktualisht, rasti është duke hetuar nga IPK-ja dhe mbetet në kompetencë të plotë të këtij institucioni për trajtim të mëtejmë. Policia nuk pranon të sqarojë situatën duke pretenduar që tash çështja ka kaluar në kompetencat e Inspektoratit Policor të Kosovës. E kemi kontaktuar edhe Inspektoratin Policor për me sqaruar rastin. Edhe IPK, sikur policia janë përgjigjur me shkrim. Referuar kërkesës tuaj mediale, Inspektorati Policor i Kosovës ju konfirmon se ka pranuar ankesën nga qytetari në fjalë dhe aktualisht çështja është në fazën e hetimit paraprak.
dhe veprimet tona do të ndërmerren konform autorizime ligjore në koordinim me prokurorin e shtetit. Shikues të nderuar, kemi ndjek një denoncim mjaft serioz për brutalitet dhe dhunë policore. Është mjaft më rëndësi që në secilën situatë i raportoni këtë ngjarje dhe normalisht të siguroni prova. Hetimet për ngjarjen pritet të zhvillohen brenda pak javësh, ndërsa ne do të vazhdojmë ta mbikëqyrim gjithë ecurinë e këtij rasti. Shikues të nderuar, diskutuam për të dhënat personale, keni kujdese ku i jepni të dhënat e juve personale sepse munden me u përdor për çështje të ndryshme. Ne kemi me vazhdu me i ndjek rastet të cilat dalin edhe nga Agjencia për Informim dhe Privatësi, po edhe shkeljet e institucioneve publike e private në lidhje me këtë rast. Ju vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.